Java 22 e Abisnet Superiore sjell përballjen mes Teutës dhe Vllaznis, një duel me peshë për objektiva e të dy skuadrave, ku që blut udhtojnë drejt durrësit me synimin për të vijuar ecurinë pozitive dhe për të marrë maksimumin nga kjo transfert. Një ditë para ndeshjes në stadiumin Niko Dovana, drejtori sportiv i Vllaznis Vjorsin Sinani u shfaq optimist dhe besim plot për një paraqitje të suksesshme të skuadrës shkodrane, duke vlerësuar përgatitjen dhe gjendjen e grupit. Unë shpresoj që po, viti 2026 ka nisë mirë, uroj dhe besoj që ta marrim këtë ritëm. Megjithatë, është herët për me folë për objektivat mallor që janë në maj dhe ne do t'i marrim neshe mas neshes. Unë besoj dhe uroj shumë që të arrijmë 3 pikëshin, por rruga është e gjatë dhe në fund normalisht. Gjatë deklaratës së tij, Sinani u ndal edhe te merkatoja duke folur për përforcimin më të fundit të skuadrës Kevin Dodaj, i cili përjet t'i japë më shumë alternativa repartit ofensiv dhe të kontribuojë në objektivat e ekipit në vazhdimsinë e sezonit. Unë besoj që Dodaj e ka forcu organika ka në fort thëmë drejten dhe Dodaj është gjithmonë një armë plus më shumë, pasi është djali i shtëpisë dhe njohim me detaje, besoj shumë që do ta ndihmojnë deri në fund. Unë jam besim plot që organika e Vllaznis është e plot me përballu këto 4-5 muaj që kanë me deri në fund sezonit. Mund të ketë një surprizë minuta fundit, por besoj që kjo është ekipi që do të përballojnë. Sfida Teuta Vllaznia do të luhet të dielën në orën 16:30 dhe do të transmetohet drejt për drejt në rrjetin e Radio Televizionit Publik Shqiptar.